Në Tetov shënohet një hap i rëndësishëm në përkujdesjen dhe mbështetjen për të moshuarit, me hapjen e qendrës ditore Millennium, përkujdesje ditore për të moshuarit me program për plagje aktive. Kjo përkujdesje aktive do të thotë pjesën e jetës aktive të personave mbi 65 vjeç, ku në plan të parë do të jetë socializimi, shoqërimi dhe motivimi. Të gjitha këto në një vend në këtë qendër. Ky projekt i realizuar në bashkëpunim me Ministrinë për Politikë Sociale, Demografi dhe Rini, Bankën Botërore dhe Organizatën Jo Qeveritare Millennium, krijon mundësi për një jetë më aktive, më të shëndetshme dhe më dinjitoze për qytetarët mbi 65 vjeç. Kemi patë arsyeshme dhe në bashkëpunim me Bankën Botërore, Ministrinë për Punë dhe Politikë Sociale, me Qendrën Sociale të Tetovës dhe me Komunën e Tetovës, të bëhet realizimi i kësaj qendre që sot po bëjmë hapjen e saj. Çfarë është qendra ditore për personat mbi moshën 65 vjeç? Nga ajo që thash më parë, shërbimin që ne japim në shtëpi, e pam të arsyeshme që kemi hapësirë dhe kemi mundësi dhe kemi nevojë në shoqërinë tonë që ky shërbim të themi për plagje aktive të jetë edhe në qytetin tonë dhe tek bashkëqytetarët tanë. Komuna e Tetovës mbetet e përkushtuar në zhvillimin e shërbimeve sociale dhe në mbështetjen e kategorive që kanë më së shumti nevojë për përkujdesje. Përmes kësaj qendre do të forcojmë përfshirjen sociale, solidaritetin dhe mirëqenien e të moshuarve, duke ndërtuar një shoqëri që respekton dhe vlerëson kontributin e brezit të tretë. Është një projekt shumë i rëndësishëm për komunën e Tetovës, sepse tani më ne do të kemi një përkujdesje apo një angazhim më të madh apo një mundësi më të madhe dhe të kësaj kategorie për të qenë aktiv dhe për të kaluar kohën me aktivitete të ndryshme, sepse shëndeti mental mbi të gjitha është më i rëndësishëm në shumë raste edhe se shëndeti fizik. Kështu që besoj që Qania me gjithë eksperiencën e saj dhe me ekipin e shkëlqyer që e ka, do të jetë në shërbim të kësaj kategorie të rëndësishme të shoqërisë tonë, që përfundimisht në Tetov të kemi një vend ku do të mund të frekuentojnë dhe të kalojnë kohën, jo thjesht për të kaluar kohën, por sigurisht edhe duke u marrë edhe me projekte të ndryshme apo me aktivitete të ndryshme. Qendra Millennium funksionon gati 20 vite për shërbime sociale. Nga pjesa e aktiviteteve të fundit, nga zhvillimi personave me nevoja të posaçme dhe personat në moshë mbi 65 vjeç, është edhe shërbimi për përkujdesje për personat e moshuar në kushte shtëpiake, që funksionon gati 5 vite në komunën e Tetovës, Zhelinës, Jegunocës, të Arcës dhe së fundmi në komunën e Bukovinës.